Në një tjetër dalje publike për zgjedhjet e 11 majit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuza të drejtpërdrejta ndaj komisionerëve dhe institucioneve shtetërore, duke deklaruar se procesi zgjedhor nuk është i lishëm. Ai publikoi pamje filmike nga një qendër votimi në Elbasan, që sipas tij janë dëshmi të qarta të manipulimit. Shiftet e kriminalit, të vajzën kriminale elektorale, komisionere në detyrë, shikoni çfarë bën. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Urdhë. Pra voton komisionerja, kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Vazhdo, kontrollin. Voton për të. Teksa procesi i rinumërimit të votave po vijon në qarkun e Tiranës, Berisha theksoi se kjo nuk është një nismë e vetë partisë, por një e drejtë që iu garantua kandidatëve demokrat. Rinumërimi i votave nuk është një kërkesë e Partisë Demokratike. Rinumërimi i votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kur, në asnjë rrethan, në asnjë rast nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Nuk i bëjmë ne si Edi Rama. Ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpallë së shpejti datat për zgjedhjet e pjesshme në disa bashki, Berisha ka paralajmëruar se edhe ata do të jenë sipas tij një farsë re elektorale. Kjo është do zhvillohet farsa e radhës. Ne themi që do zhvillohet farsa e radhës. Me Edi Ramën ka vetëm farsë. Kjo është e vërteta. Me Edi Ramën ka vetëm farsë. Kreu i Partisë Demokratike reagoi dhe ndaj kritikave të brendshme që kërkoi largimin e tij nga drejtimi i partisë. Në mënyrë ironike ai tha se ndarja mes farsës dhe zgjedhjeve është thelpsore. Statuti bën fjalë për zgjedhje, jo për farsë. Të lutem, mos e keq interpreto statutin. Statuti